Daud Laze, i cili prej datës 4 shkurt ndodhej në Arati pasi arriti që të largohej nga burgu i Shën Kollit, është vendosur në pranga mbrëmjen e së hënës nga efektivët e komisariatit numër 6. Sipas dëshmisë së tij, nga momenti i aratisjes, ka qëndruar i fshehur në Tiranë, kryesisht në zonën e Freskut, kombinatit Dastirit. 49 vjeçari ka thënë se duke përfituar nga muaji i Ramazanit, është fshehur në xhami. Ai shtoi se e kanë fshehur besimtarët musliman. Daud Laze menjëherë pas prangosjes është dërguar në drejtorinë e qarkut të Lezhës dhe pritet të merret në pyetje nga shërbimi i kontrollit të burgjeve. Burime nga policia ka konfirmuar se efektivët e komisariatit numër 6 prej 2 javësh ruanin banesën e Daud Lazes në Astir, pasi kishin informacione se ai do të shkonte në banesë. Që të mos njihej, 49 vjeçari kishte hequr mjekrën dhe mbante kapele.